është Ozempiku mrekulli bërsi, nuk u të ndove ti? Faleminderit shumë. Po të them edhe një herë tjetër, faleminderit për këtë pyetje, sepse është një akuzë që po e marr, jo drejt për drejt. Se mendojnë që ti ke bërë. Okay. Nga njëri tek tjetri, edhe pse unë e kam treguar dhe kam qenë shumë e sinqert për gjithë rrugtimin tim. E kam treguar troç, kam bërë dietën me Dorinën dhe pastaj kam bërë palestër Velandën. Janë vetëm këto dy njerëz që më kanë marrë përsipër. Ndërkohë nga ana tjetër, po, ashtu thot ajo, ka bërë Ozempik. Nuk e besojnë dhe është e frikshme se si mund të dyshosh. Nëse unë do isha me Santën tani dhe po të më pyeste pse s'do ta thoja nëse do e kisha bërë, do ishte kaq tragjike. Për mua nuk do ishte tragjike, do ja thoja. Kam bërë Ozempik, por në fakt nuk e kam bërë. A jam të nduar. Kur isha shtatzën, kam pyetur sepse unë kam një mikesh time farmaciste dhe nga ajo ideja që dua rezultat të shpejt, më fal shtatzën thash, pas lindjes, kur isha shëndosh, pa filluar dietën. Nga që doja reagim të shpejt të trupit, i them a mund të bëj Ozempikun, thua, bëhet në asnjë mënyrë. Ky podcast është prodhim i Onovos.